Qytetarë që udhëtojnë me automjete të pajisura me targa të Shqipërisë dhe Kosovës do të përfitojnë nga kalimi i kufirit pa kontrolle dokumentash deri në 28 shkurt 2026. Ky kalimi i thjeshtuar, i cili ka hyrë në fuqi me 1 nëntor, ka për qëllim të bëjë më të shpejtë udhëtimin mes dy vendeve, duke hequr kontrollet e dokumentave për qytetarët që kalojnë kufirin. Marrëveshja ndërqeveritare mes Shqipërisë dhe Kosovës është e ndarë në dy periudha kryesore: sezoni turistik nga 1 maj deri në 30 shtator dhe sezoni dimrit nga 1 nëntori deri më 28 shkurt. Ky sistem është krijuar për të përballuar fluksin e lartë të lëvizjeve, veçanërisht gjatë muajve të verës dhe festave të fundvitit, ku numri i udhëtarëve mes dy vendeve rritet ndjeshëm. Në këtë marrëveshje janë përfshirë edhe pikat kufitare të tjera si Qaf Morina, Qaf Prushi, Shishtaveci, Bojra dhe Orgjosti, duke ofruar mundësi të lehta kalimi për qytetarët në shumë zona. Po ashtu për banorët e fshatrave që ndodhen pranë kufirit, janë hapur 22 vend kalime të veçanta, duke bërë më të thjesht kalimin për ata që jetojnë brenda një brezi 30 kilometrash në kufi. Kjo marrëveshje është një hap i rëndësishëm për përmirësimin e infrastrukturës dhe sigurisë në zonat kufitare, duke përfshirë dhe patrullat e përbashkëta të policisë rrugore, që sigurojnë një kontroll më efikas të trafikut, sidomos në rrugët që lidhin Shqipërinë dhe Kosovën me qytetet bregdetare. Sipas të dhënave të policisë kufitare, vetëm këtë vit janë regjistruar mbi 5.5 milion kalime në pikat kufitare, me Morinën që vazhdon të jetë pika më e ngarkuar kufitare.